Bordurat prej betonit të vendosura përgjatë bulevardit Ismail Qemali janë kthyer në një problem për qytetarët, siç tregojnë edhe ata vetë për kamerën e Blu Televizion. Nuk kanë qenë të pakta rastet kur janë penguar tek këto të fundit, janë rrëzuar për tokë e më pas kanë pësuar dëmtime. Qytetarët thonë se ato janë vendosur edhe përpara vijave të bardha, duke qenë faktor përse shkaktohen dëmtimet dhe aksidente të ndryshme, duke i cilësuar si të padukshme kryesisht për moshën e tretë. Kërkojnë që projekti bulevardit të rishikohet e këto bordura të hiqen. Një penguar një moshatarët edhe bjem poshtë. Ke patur raste kur je penguar? Po e kam pas më ra një miku në para sa ditë edhe ka vdekur. Ra mu më quaj para sa ditë edhe kishte vdekur. Këto bordurat prej betoni që janë këtu në bulevard që qytetarët thonë se pengojnë. Po mirë është i heqin se sidomos mosha që jam unë me moshë tretë, 80 vjeç, ato ne nuk i vën re dhe pengojmë dhe kockat tona tani janë bërë kështu, edhe e thyen me njëherë. Këtu në bulevard. Bordurat e betonit. Po, jo, ato duhet hequr se ato pengojnë makinën e tjera të shumë gjëra. Po ti je penguar ndonjëherë? Po dhe unë pengohem se aqas edhe këtu në shesh pengohem se jam plak. E ke të vështirë të lëvizësh apo? Po, të vështirë kam. Bordurat prej betoni që janë vendosur kryesisht përgjatë bulevardit? Jo, përkundër asgjë ato duhen rregulluar. Duhen përshtatur. Duhen përshtatur që të mos lëvizin më nga vendi. Po, në formën që janë tani, po. Flasim. Pengojnë qytetarët kur kalojnë se shohim që janë dhe vizat e bardha. Ato duhet siguar te vizat e bardha nuk duhet asgjë, tani rrinë edhe makinat e vizat e bardha, nuk kalon dot. Ka pas raste që pengohen njerëz? Ka pasur raste, ka pasur edhe aksidente, jo shumë më përpara, po para një muaji. Që kanë pasur dhe humbje jete? Po. Me sa kemi... Jo humbje jete, nuk e di unë. Po. Ti vetë je penguar ndonjëherë? Nuk pengohem, jo, jam I kujdesshëm shumë. Përpara disa ditëve, nëpërmjet rrjeteve sociale, u organizua gjithashtu edhe një peticion, I cili kishte për qëllim heqjen e bordurave prej betoni në bulevard. Peticion ky që u firmos nga 10 qytetarë të Vlorës. Kujtojmë këtu faktin që vetëm pak muaj më parë, si rrjedhoi rrëzimin në këto bordura, humbi 3 që kishte jetën një person dhe shumë të tjerë janë dëmtuar.